kandidatohonte për të qenë si kryetare freshi dhe moshës që kalonte e te kalonte. Dhe në atë kohë ka marrë shumë vota. Dhe me njerë pas asaj, 2013 pas ju fitoi qeveria socialiste, e emëruan drejtoresh doganash. Mirë po, në atë post, zonja Spiropali nuk se doli e larë. Më thëmë, pati të gjithë e dim në media dhe u artikulua që ka patur shpërdorim të detyrës në atë periud dhe ajo mori dhe tha, doli me deklarat dhe tha që unë jam në një moment për të rritur fëmijën. Më thënë, doli paka shumë me shumë lezet nga duke lënë postin e drejtorisë doganave dhe doli me... Nga skena e doganave. Nga skena e doganave. Pasaj u la një farë pauze dhe heshtje, por entuziasti saj dhe ajo pjesa e adhurimit për figurën e kryeministrit Rama, shpesher duke i quajtur Skënderbe, e bëri atë që të kaloj ato fazat e posteve me radhë, që nga kryetare parlamentit, me radhë ministre jashme, postet me radhë që i ka trashëguar. Zonja Spiropali do mbahet mënd si e vetmja krye parlamentare që ka dëbuar në një seancë parlamentare 60 deputet të opozitës, duke shkelur gjithë normat e etikës në bazë të parimeve kushtetuese. Asaj nuk i harohet ajo, do më thënë kjo të regon se ajo nuk ishte e zonja të menagjon të seancat parlamentare, të paktën në një farë profili si që ka patur Lindita Nikoli. Çfarë prevalon në këtë pikë? Të gjitha pozicionet e larta që ka pasur ajo nga qeverisja dhe nga Partia Socialiste, apo dhe kontributi që ka dhënë për të kur ka drejtuar qarqet politike? Unë e shikoj me sy tjetër. Në momenti që ka ardhur fitoria e këtij mandati të kryeministit Rama dhe kur ka qenë pjesa e publicitetit qeverisë në shkallët e Pallatit Kongreseve kur kanë qenë, ka qenë një incident ku zonja Spiropali ka shtyr Mirela Kumbaro dhe aty në krah ka qenë edhe zonja Balluku. Dëgjoj tani, a incidenti ka qenë shumë arogancë. Unë kam diskutuar me njerëz që njohin protokollin shtetëror, ajo ishte ministre e jashtme dhe i takonte të qëndronte në atë pozicion. Jam shumë dakord, por mënyra dhe mungesa etikës e si e ka shtyr zonjën Kumbaro dhe delikatesa dhe pjesa me shumë lezet që e ka marrë zonja Balluku Kumbaro, në më thënë lashje të keqe në publik. Aty unë, në më thënë personalisht, unë vura re që ishte një lloj konkurence dhe një lloj ego shumë të fort midis atyre tre grave. Të si e shikoj unë në reagimin e Spiropalit, në zonjë Spiropali në atë mbledhje. Unë e shikoj jo vetëm thjesht se ajo i shprekur egoja e saj, duke menduar që ka qenë gjithë kohën ajo zonje e cila pretendonte të kishte atë fuqi të fort brenda PS-s, por njëkohësisht zoti Rama po i trajton antarët e asamblesë njësoj siç e ka trajtuar Nano dikur Ramën në vitet 2003-2007. Do me thonë, zoti Rama i ka shpallur luftë integritetit. 2007 jo, se në 2005 i mori partinë. Okej, diku në ato vite, 2003, kjo ka qenë, periudha që ka qenë. Kanë qenë ato kohët e famshme me batutat e Robert Çançakit. Do me thonë, mënyrës se si sillej Nano në ato vite, të gjithë e mbaj mend atë KPD-n e famshme, që mbledhja ishte dhe mënyrës se si reagonte ish kryeministri Nano në ato vite, si trajtonte, kur i thoshte Musa Ulqinit i zblen as sa një lavatriçe, të gjithë e mbaj mend. Do të paka shumë këtë lloj taktike po ndjek edhe kryeministri Rama. Për sa i përket zotit Braçe, unë e shikoj një ndër figurat që është safi socialist, që do të thotë ai ka domethënë gati 30 vjet në Partinë Socialiste, i vetmi zë opozitar brenda PS-s dhe 30 vjet ka deputet, ka 36 në PS. Në PS, po, që është që në 97, duke që ka qenë në... 96-97, dhe shikoj një zë të fuqishëm brenda, dhe është ndoshta edhe ajo, ato pretendimet i, ose ndoshta është një lloj inicio që mundi ketë dhënë kryeministrit Rama për të krijuar gjithë të zhurmë dhe për të larguar disi nga këto problemet aktuale që kemi, rritja e çmimit të naftës. Sepse nuk më duket Erion Braçe nga ata që përdoren. Jo se them përdore, por inicio diçka duhet të kishte. Në një lloj inicio duhet të kishte dhe sepse edhe